mesazhi jon ke prapi kjo që ta kemi një vend ku do të falim besimtarët çdo kohë. Mirë po, ne mbi gjitha po shohim se në këtë bajram edhe në bajramin tjetër ne diçka që më herët nuk e kem prit, se ka qetësi edhe prej banorëve të tjerë në këtë pjesë, do të thotë që komuniteti serb sidomos nuk është duke na pengu aktivitetet tonë, po shohim se ka diç që ka përmirësim në vendin tonë, e sidomos këtë pjesë të Kosovës. Shpresojmë Allahu Dhul Xhelal që kështu në këtë mënyrë duke e parë edhe ata që nuk është forma jonë e faljes e mirë në për rrugë, që edhe ata ta kuptojnë një ditë që ne duhet ta kemi xhamin tonë. Jemi duke u falur në rrugë, për shkak të mungesës së xhamisë. Kemi mesazh për qeverinë tonë dhe Bashkimin Islame që të bashkëpunojnë të semafor që këtë mund të fillan ndërtimi i xhamisë së vjetër, po aty nuk ka qenë banorës e hiprit. Shumë kiqesh, edhe në për gjithë xhamiat e tjera në sheshe tjera. Nëse do jeshëm këtë gjushmin Ismail në rajonet tonë, në rajonet e Kosovës, ku të që janë. Mos jesin me malë diçkave që e kom caktu edhe në gjuman, në gjami gjami. Kërë njerëzë s'ka me dosh këtë dënja. Prandaj, ata njerëzë vazën që nuk... Cile është e i tërgu me Allah të probleme ati personi? Problem, dikur të njeri me shumë pak që ti të vere për tonë. Sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alaikum wa rahmatullah.